Kjo është Bibla ime. Dhe është fjala e Zotit. Fjala e Zotit thot se unë jam i bekuar, jam i shëruar, jam i çliruar. Unë jam i begatuar. Unë e besoj në zemrën time dhe e shpall me gojën time. Dhe kjo ka për të ndodhur. Në emrin e Zotit Jezu Krisht. Amen. Haleluja. Lavdi Zotit. Unë besoj që fryma e Zotit po më drejton në këto gjëra që do them. Prandaj do doja që ju t'i kushtoni vëmendje. Zoti Perëndia yt është me ty. Ai jo vetëm që të ka bërë të fuqishëm, por edhe të ka dhënë potencialin për të qenë më shumë se fitimtar. Pra, kur ti ta dëgjosh këtë fjalë do thuash, unë jam më shumë se fitimtar ose më shumë se fitimtare. E njëjta fuqi që ngjalli Krishtin prej së vdekuris jeton në ty. Dhe unë dije që fryma e Zotit po na drejton sot që të shpallim çdo dekret të ligë negativ që është folur mbi jetën tuaj, të shfuqizohet sot nga një dekret më i lartë që vjen nga qielli. Fryma e Zotit është këtu. Jezusi kur u ngrit në sinagogë tha, fryma e Zotit është mbi mua dhe ai më ka vajosur për të thyer prangat. Le ta shpallim sot. Fryma e Zotit është këtu. Dhe ai më ka vajosur të thyej prangat, të thyej çdo dekret, çdo marrëveshje negative, çdo mallkim, çdo fjalë që është hedhur kundër meje. Në emrin e Jezusit. Amen. Këto mund të jenë fjalët e armikut që janë gënjeshtra. Jezusi tha djalli është gënjeshtar që nga fillimi. Dhe ato mund të vinë në formë mallkimesh, në formë fjalësh ose deklaratash shkaktruese mbi jetën tënde, mbi familjen, mbi financat dhe mbi të ardhmen tuaj. Sot ato do të anulohen dhe shfuqizohen nga fjala sovrane e Perëndisë tonë. Ai po vendos një realitet të ri për të bazuar në premtimet dhe qëllimet e tij. Sot ti duhet të gëzohesh kur e dëgjon këtë gjë në zemrën tënde. Shumë besimtarë nuk kanë mësuar të gëzohen në fuqinë e fjalës së Zotit. Fjala është sovrane dhe askush nuk mund ta ndryshojë fjalën e Perëndisë. Ashtu si në librin e Esterit. Sa nga ju e keni lexuar librin e Esterit? Në kapitullin 8, vargun 8. Mbreti kishte shkruar një dekret kundër Esterit, familjes, fisit, popullit të saj, për ta shkatruar. Por më pas, ajo bashkë me Mardokeun, xhaxhain e vet, punuan, u lutën, agjëruan, kërkuan Zotin, dhe Zoti i jep atyre tani një dekret, shkruani ju një dekret. Shikoj çfarë autoriteti. Zoti ka shkruar Biblën dhe ky është dekreti kryesor. Por ai të ka dhënë ty autoritet që me fjalët e gojës tate të shkruash dekretin e jetës tënde. Mbreti i dha autoritet Esterit dhe Mardokeut të shkruanin një dekret në emrin e tij dhe ta vulosnin me unazën mbretërore. Ti ke emrin e Jezusit. Jezusi të ka dhënë ty autoritet të shkruash dekretin e jetës tënde dhe ti mund ta vulosësh në emër të Jezusit. Bibla thotë se njeriu mund të deklarojë një gjë dhe ajo do të realizohet për atë. Dhe kjo shkruhet te Jobi 22:28. Dekretet e qiellit kanë më shumë peshë dhe kanë më shumë autoritet se çdo fjalë që është folur kundër jush. Ato janë të fuqishme në Jezu Krishtin për të shkatruar çdo fortesë, çdo pushtet dhe për të shkatruar çdo demon të ferit. Feri nuk ka autoritet mbi ty nëse ti shpall fjalën e Zotit. Kur ne qëndrojmë në besim dhe shpallim fjalën e Perëndisë, planet e armikut do të dështojnë dhe qëllimet e Perëndisë tonë çlirohen.
Gjatë javës kam pasur këshillime disa persona dhe kam mësuar fillo të rrëfesh fjalën e Zotit. Ka njerëz në kishën tonë që kanë filluar të korrin frutet e para të rrëfimit. Vazhdo të rrëfesh dhe do të korrësh akoma më shumë. Vazhdo të mësosh thuaj frymë shet mos zbulo si të gëzohen në ty. Si të gëzohen në fjalën e Perëndis. Prandaj ne nuk duhet të jetojmë më sipas deklaratave e thënieve, fjalëve negative që armiku ka mbjellë në jetën tonë, por sipas asaj që Perëndia ka folur. Çdo mallkim është i thyer, çdo gënjeshtër është e zbuluar dhe çdo dekret i ligj është anuluar, është hequr. Thuaj bashkë me mua. Çdo mallkim është i thyer. Çdo gënjeshtër e djallit është e zbuluar. Çdo dekret, çdo marrëveshje e ligj është anuluar dhe është hequr nga gjaku i qengjit. Dhe unë kam autoritetin e qiellit. Ky është një sezon që Zoti ka krijuar që unë të shpall me guxim fjalën e Perëndis për të ecur në realitetin e premtimeve të Tij. Në emrin e Jezusit. Amen. Ktheuni nga njëri tjetri edhe thuaj, ec në realitetin e premtimit të Tij. Premtimet e Zotit nuk janë thjesht një fjalë që të na kënaqin veshën. Premtimet e Zotit janë të gjalla dhe janë reale. Nëse akoma nuk e ke përjetuar, Apostulli Pjetër thot, ata që e kanë përjetuar që ai është i mirë, nuk largohen kurrë nga Zoti. Imagjinoni që dishepujt ishin gati, ata u vendosën në kohën e perandorisë romake në arena, ju pre koka, i çavën me sharë në dysh, i thanë fëmijë do t'ju auhaj Luani ose Ariu, dhe ata nuk e mohuan Jezusin. Pse? Sepse kishin provuar mirësinë e Zotit. Ne kemi nevojë ta shijojmë mirësinë e Zotit. Djalli hedh fjalë, hedh gjëra negative kundra nesh, që ne të mos përjetojmë mirësinë e Zotit. Është shumë e rëndësishme që ne të kuptojmë që ndoshta paraardhësit tanë mund të kenë lidhur ndonjë mëkat dhe mund të kenë kryer një jetë mëkatare. Për shkak të jetës së keqe të tyre, mallkimi mund të ketë ardhur në jetën tonë. Por sot ti duhet ta anulosh. Sot ti duhet të gëzohesh. Ti duhet të thuash, hey, lavdi Zotit, zinxhiri u thye në emrin e Jezusit. Unë sot do shkruaj një dekret të ri. Dhe si shkruhet dekreti i ri? Shpallë me besim dhe me zë. Le të shpallim bashkë dekretet e reja. Unë shpall se çdo dekret i ligj negativ kundërjes time është anuluar nga autoriteti i qiellit. Fjala e Perëndis mbi jetën time është më e fortë se çdo gënjeshtër e armikut. Gënjeshtrat, prangat janë të thyera në emrin Jezus sot. Unë qëndroj dhe eci në përmjet premtimeve dhe marrë qëllimet e Perëndis që ai ka vendosur për mua. Qielli është i hapur dhe bekimet bien mbi mua tani. Çdo mallkim i folur kundër meje është i thyer dhe nuk ka më autoritet. Nuk ka fuqi mbi jetën time. Sepse unë jam i mbuluar me gjakun e çmuar të Jezu Krishtit. Unë shpall jetë. Unë shpall bekim. Unë shpall restaurim mbi jetën time, mbi familjen time. Dhe planet e armikut janë të çmontuara. Dhe vullneti i Perëndis po vendoset
po ndërtohet në jetën time. Fjalët e mia janë në përputhje me fjalën e Perëndis. Dhe kjo do të prodhoj frut në jetën time. Që tani dhe në vazhdim, në emrin e Jezusit, unë kam gëzimin e Zotit. Unë kam begatin e Zotit. Dhe në këtë stin, unë do lullësoj. Kjo është stina ime. Unë e marrë tani me besim. Në emër të Jezusit. Amen. Ajo që Perëndia ka dekretuar për të ardhmen time, shpalleni, është e sigurt, e pandryshueshme. Unë qëndroj me besim, duke e ditur se fjala e Perëndis do të përmbuset plotësisht. Asnjë pikë nuk do të kaloj pa u përmbushur fjala e Zotit. Jezusi e ka thënë këtë. Unë e besoj, e rrëfej me gojën time dhe pres të ndodhi në emrin e Jezusit. Amen. Haleluja. Lavdi Zotit. Lavdi Zotit. Le të gëzohemi në kishën e Zotit. Duhet të ketë gëzim në shtëpinë e Zotit. Edhe kështu mësojmë të gëzohemi. Tema e predikimit për sot, në fakt ajo çfarë tham deri tani ishte çfarë fryma e Zotit më ka folur dije dhe kam ndier prezencën e Zotit dhe gjatë adhurimit. Por ne do të flasim për Kristofanien, që do thot shfaqja e Jezusit në dhjatën e vjetër. Në librin e Eksodit, ne tham javën e shkuar që shumë njerëz mendojnë se historia e Jezusit fillon në Betlehem. Por në fakt është gabim. Bibla tregon se ai ishte aktiv edhe në dhjatën e vjetër. Ne e pam atë si krijues, ai shfaqi dritën në mes të errësirës. Ne e pam atë si fara e Evës që do të mundte dhe do të shtypte kokën e gjarprit dhe do t'i merrte autoritetin dhe këtë autoritet do t'ia jepte edhe një herë Adamëve të vegjël që jemi ne. Dhe ti ke autoritet të mundësh kokën e gjarprit. Sot ne do të shikojmë shfaqjen e Jezu Krishtit në librin e Eksodit. Në këtë libër ne shikojmë disa momente ku Perëndia shfaqet dhe vepron në mënyrë të drejtë për drejtë. Kur ne i krahasojmë këto gjëra me dhjatën e re, atëherë ne kuptojmë që personi që po shfaqet dhe ai që po flet aty është Jezus Krishti. Para se sa ai të merrte trajt të bore, sipas Gjonit 1:14, ai u shfaq në disa forma. Vetëm në librin e Eksodit ne kemi 5 shfaqje të Jezusit. Dhe do të shikojmë ato një nga një. Shfaqja e parë është në momentin kur Zoti ju shfaq Mojsiut në një ferishte që digjej, por nuk konsumohej. Eksodi kapitulli 3 vargu 2-3. Fjala e Zotit thotë, dhe angjëlli i Zotit u shfaq në një flak zjarri në mes të një ferishteje. Mojsiu vështroi dhe ja, ferishtja po digjej nga zjarri, po nuk konsumohej. Kjo i bëri përshtypje, ne e dim gjithë që një shkure po të digjet merr me një herë dhe zhduket bëhet hi, por kjo shkure nuk po konsumohej dhe Mojsiu tha, ky zjarri do jetë diçka. Dhe kjo e bëri atë që t'i afroi zjarrit të Zotit. Kështu që mos ki frikë nëse shikon zjarrin e Zotit diku, nëse shikon zjarrin e Zotit në kishë. Është shumë e rëndësishme që ne të kërkojmë zjarrin e Zotit në kishën tonë. Kishat pa zjarr janë thjesht një klub social. Ne duam zjarrin e Zotit. Amen. Thonë njëri tjetrit, kërko zjarrin e Zotit. Kërko prezencën e fuqisë së lavdisë së Tij. Ai do të shfaqet, ai do të flasë, ti do ta dëgjosh dhe do bekohesh. Haleluja. Atëherë Mojsiu tha, tani do të zhvendosem për të parë këtë shfaqje madhështore.
duka fjalë të tregoj se sa madhështore ka qenë kjo shfaqje. Ti vetëm mund ta përjetosh. Dhe Mojsiu thot, shfaqje madhështore, s'di çfarë thoj më. Prania e Zotit është një shfaqje madhështore. Pse ferishtja nuk po konsumoj? Mojsiu shenjë ka çube që digjet. Po Bibla thot se angjëlli i Zotit u shfaq në këtë flak. Pra nuk ishte një flak si gjithë të tjerat. Pastaj angjëlli i Zotit flet dhe identifikohet sikur të ishte vetë Perëndia. Pse? Sepse ishte vetë Perëndia. Perëndia i thot Mojsiut se emri i tij është Unë jam, Jahve. Unë jam ai që jam. Perëndia është ekzistent në të gjitha kohrat. Ai zëfill nga përjetësia në përjetësi. Perëndia, të dashur vëllezër dhe motra, nuk është antik. Nuk ishte vetëm për atë kohë. Se po të ishte antik, do ishte vetëm për atë kohë. Nuk është modern, që është vetëm për sot. Por ai është i përjetshëm, që do thot, ai ishte, është, do të jetë. Ai është Alfa dhe Omega, fillimi dhe mbarimi. Jezus i thot, unë mbaj në dorë tërë plotën. Ai mba në dorën e tij gjithçka. Prandaj ne duhet kuptojmë që ai është Jahveu. Dhe ky emër, që do të thot unë jami, është emri hyjnor i Trinisë së Shenjtë. Ne thamë që ne besojmë në një Perëndi, që është shfaqur në 3 persona, në Atin, për të cilin ne folëm gjatë gjithë muajit janar, dhe ka akoma më shumë për të folur, por me që po afrojmë Pashkët, unë zgjodha të flas për Kristofanin, shfaqjen e Krishtit në dhjetën e vjetër para se ai të mishërohej, para se ai të merrte trat trupore që të quhej Jezus Krishti apo Emanueli. Dhe ne kemi Atin Jahve, kemi Birin Jahve, kemi fryma i shenjtë që edhe ai është Jahve. Prandaj ne duhet të studojmë fjalën e Zotit dhe të shikojmë çfarë thot Bibla për ta, jo çfarë mendojnë njerëzit. Shumë njerëz në 2000 vjet e kanë kritikuar, edhe kanë folur, madje kanë shkruar libra, por nuk kanë shkruar drejt. Bibla është fjala e Perëndisë që na tregon të vërtetën. Në dhjetën e re, Jezusi përdor të njëjtin identifikim për veten e vet. Pse mendojmë ne që angjëlli i Zotit është Jezu Krishti? Sepse ai thotë Gjoni 8:58. Kur ata e pyetën kush je ti? Jemi mati nga Abrahami? Ati ynë? Abrahami është ati i gjithë besimeve. Dhe Jezusi thotë para se të ishte Abrahami, unë jam. Por në hebraisht ai ka thënë Jahve. Prandaj nëse ju pyesin ku ka thënë Jezusi në Bibël që unë jam Zoti, ja bëge. Ai thot unë jam. Dhe një varg tjetër, ai thot në të gjitha herët që ai flet unë jam rruga, unë jam dera, unë jam buka, ai ka thënë Jahve. Pra keni kaq shumë raste në Ungjillin e Gjonit. Nuk është vetëm pali që zbuloi Krishtin si Zot, por në Ungjillin e Gjonit, Gjoni vetë e zbulon Krishtin si Zot. Jezusi gjithashtu thotë te Gjoni 18:16. Keni parasysh këtë histori? Po shkojnë për ta arrestuar ushtar romak dhe njerëzit e kryepriftit. Çfarë ndodh? Ata shkojnë dhe kërkojnë Jezusin. Jezusi deli pari dhe i thotë, "Kë kërkoni?" Ata e pyesin dhe i thonë, "Jezusin nga Nazareti." Dhe vargu 6 thotë, "Sa po i tha atyre, unë jam." Dhe në këtë rast ai ka përdorur emrin Jahve. Ata u zbrapsën dhe ranë me fytyrë për dhe. Pse? Sepse ai përdori emrin e tij origjinal, shumë të vërtetë. Më pas Jezusi ndryshon mënyrën e të folur, thotë, "Ju kam thënë se jam unë."
atëherë ata e kapin dhe arrestojnë. Nuk kishe shanse që ata të vinin duart në Jezusin nëse ai nuk do t'i lindte vetë. Dhe kjo tregon që Jezusi i dhjatës re është Jahveu i dhjatës së vjetër. Jezusi është Perëndia i përjetshëm që thret njerëzit për shërbes, në shpëtim, në pendim, i restauron, i jep autoritet, i jep pushtet, atë që Adami ja mori racës njerëzore, Jezusi i ja riktheu. Ai e restauroi shëmbëltyrën e Perëndisë. Kështu që ti dhe unë mund të quhemi sot, unë jam shëmbëltyra e Zotit. 2. Ne e shikojmë Jezusin te kolona e res dhe e zjarrit. Jezusi është duke udhëhequr popullin e tij dhe ai qëndron në krye. Eksodi kapitulli 13 vargjet 21 dhe 22 fjala e Zotit thotë: dhe Zoti shkonte para tyre ditën në një kolon resh për t'i udhëhequr në rrugë dhe natën në një kolon zjarri për t'u bërë atyre dritë. Kolona e res i mbronte ata që dielli mos i ligjte, sepse ata po ecnin në shkret të tjerë. Këpucët e tyre nuk u konsumuan për 40 vjet në shkret të tjerë. Pse? Sepse ky Zoti që ishte kolona e res ishte me ta. Prezenca e Zotit ishte në jetën e tyre. Sot duhet që ti ta kuptosh që të bësh Jezusin të parë në jetën tënde dhe ta vendosësh që ai të jetë kolona jote e zjarrit dhe kolona jote e res. Nëse ka ditë të nxehta, ai është ai që po të bën ty hije. Nëse ka net të errta, ai është ai që shkëlqen dritën në mes të errësirës. Kolona nuk tërhiqej kur, as ditën dhe as natën. Kur Izraeli del nga Egjipti, Perëndia i udhëheq ata. Kur ti të dalësh nga skllavëria, nëse ke ndonjë skllavëri në jetën tënde, shiko zjarrin e Zotit, shiko rren e Zotit që ka të bëjë me lavdinë e Perëndisë, dhe kur ti ndjek lavdinë e Zotit, ti ke për të dalë me siguri nga deti, ti ke për të dalë me siguri nga skllavëria. Kjo prani ishte gjithmonë me popullin e Zotit. Apostulli Paul e lidh këtë me Krishtin te letra e parë drejtuar Korintasve kapitulli 10, 1 deri në 4, ku ai thotë se populli ishte në re. Dhe pastaj ai shton: shkëmbi që i ndiqte nga pas ishte kush? Krishti. Përpara, lart dhe nga pas. Ai i ruante krahët. Se ndonjëherë ne mendojmë që kush do të mbrojë krahët e mi, kush do më ruaj mua nga pas. Kjo është frika e njeriu. Çfarë thot Bibla? Fryma e shenjtë i hollogji njerëzit e Biblës që të shkruanin Biblën dhe ja zbuloi Palit që ishte edhe nga mbrapa. Dhe ai ishte shkëmbi që i mbronte. Jezusi shkëmbi që mbron shpinën tënde, është shkëmbi që të mbron ty nga pas. Sado plane mund të thurë armiku, ai nuk do të ketë sukses. Me fjalë të tjera, Zoti qëndronte rreth e qark këtyre. Fryma e shenjtë është në ne. Fryma e shenjtë është mbi ne. Fryma e Zotit është para nesh, fryma e Zotit është pas nesh, fryma e Zotit është majtas, fryma e Zotit është djathtas dhe është rreth e qark nesh. Po djalli ku është? Është i mposhtur me emër të Jezusit dhe është poshtë shkëmbëve tona. Fjala e Zotit e siguron një gjë të tillë. Krishti është i pranishëm në udhëtimin e popullit të Izraelit dhe Jezusi udhëheq sot popullin e Zotit. Bibla thot se ai është koka e trupit të tij. Kisha është trupi i Krishtit dhe Jezusi është koka. Po koka e Zotit është këtu. Nuk është si ajo këngali pas të Pelenës, koka në Stamboll, trupi në Janin. Shumë besimtarë ndihen të friksuar sepse besojnë këtë lloj këngë për Krishtin, por nuk është e vërtetë. Koka e Krishtit nuk është në Jeruzalem, koka e Krishtit qëndron mbi kishën e tij. Qëndron mbi ty. Përmes fuqisë së frymës së shenjtë. Rasti i tretë që ne shikojmë te Eksodi është kalimi i detit të kuq.
Jezusi që na shpëton, tek Eksodi 14, Izraeli gjendet në një situatë të pamundur, një situatë të vështirë, të trashëguar. Përpara tyre qëndronte deti, ndërsa pas tyre ushtria e faraonit që i ndiqte për t'i vrarë. Vdekje para, vdekje mbas. Si do t'ja bëjmë? Bibla thot se angjëlli i Perëndis vendoset në mes të Izraelit dhe ushtrisë e Egjiptit dhe pastaj deti hapet. Në dhjatën e re kjo ngjarje shihet si simbol i shëmbullimit. Tek letra e parë drejtuar Korindasve 10:2 thuhet se ata u pagëzuan në Mojsiun, në ren dhe në det. Ata kaluan përmes detit, që do thot kaluan përmes vdekjes. Edhe sikur të ecja në luginën e hijes së vdekjes, nuk do të kisha frikë as gjë e keqe, sepse shkopi yt dhe thupra jote janë ato që më japin zemër, thot fjala e Zotit. Jezusi është rruga. Ai është shkëmbi i shpëtimit. Ai është rrugë hapës. Ai hap rrugë atje ku nuk duket sikur ka një rrugë. Nëse ti ke një problem e thua bo çfarë deti më nëne. Po të kthehem vrapa zi. Jezusi mund të hapi rrugë atje ku ti mendon se s'ka rrugë. Ka ndonjë problem që ti mendon se s'ka një zgjidhje? Nëse ke një problem sot që ti mendon se nuk ka një zgjidhje, duhet të them sot, kjo është një gënjeshtër nga djalli. Ka një zgjidhje për ty. Jezusi është rrugë, zgjidhja. Ai do të hapi rrugë. Ti mjafton thuash Zot, unë të falenderoj që ti po hap një rrugë të re. Ti po bën një rrugë të re në mes të shkretëtirës. Nuk do ta njoh unë, s'ka rëndësi. Nuk e di unë si qysh tek kush, s'ka rëndësi. E di ai. Mua më takon ta besoj, edhe ta shpall. Jezusi tha gjithashtu që unë jam buka e jetës. Mana ishte një shenjë që Zoti ushqeu ata me kur ata kishin uri. Pra, shfaqja e 4 është përmes manës, që është buka e jetës. Ata ishin të uritur te Eksodi 16 dhe Zoti i dha atyre mana nga qielli. Ungjilli sipas Gjonit kapitulli 6 32-35, Jezusi thotë, unë jam buka e jetës. Kush ha nga unë, nuk do ketë më uri. Kush pi nga uji im, nuk do ketë më urrëtie. Prandaj sot vllai dhe motra ime, përpiqu që të mendosh se unë do lexoj ditë për ditë Biblën dhe do ushqehem me fjalën e Zotit. Mana ishte një shenjë që tregonte për Krishtin. Vetëm Jezusi mund të ushqejë shpirtin tonë. Asnjë gënjeshtër tjetër. Vetëm Jezusi mund ta preki në ca vende që ne kemi bosh. Dhe nuk i di askush. Shkëmbi që nxori uji. Krishti është burimi i jetës dhe ai është uji i gjallë. Te Eksodi kapitulli 17, ashtu siç ata i thërritën Zotit, madje edhe u ankuan para Zotit, madje ata thanë që ishin mirë të vdisnin në Egjipt atje në skllavëri, edhe mos na sillni këtu të vdisnin për ujë. Në shkretir populli kishte etje dhe rrezikonte të vdiste, por Perëndia i thot Mojsiut, godite shkëmbin dhe nga shkëmbi doli ujë. Apostulli Paul shpjegon këtë te letra e parë drejtuar Korindasve 10:4. Ata pinin nga shkëmbi shpirtëror që i ndiqte, dhe shkëmbi ishte Krishti. Shkëmbi u godit për të dhënë ujë. Ashtu si Krishti u plagos, u rra për të dhënë jetë. Uji është simbolizim i jetës. Dhe në shkretëtirën e kësaj bote, nëse ti ke nevojë për një pikë ujë, lutju Zotit. Krishti do t'i japi ty. Jezusi thot te Ungjilli sipas Gjonit 3:37-38, nëse dikush ka etje, le të vijë tek unë dhe të pijë. Jezusi është burimi i ujit të gjallë, burimi i jetës së përjetshme.
Ai është burimi për çdo nevojë që ti dhe unë kemi sot. Nëse ti ke një nevojë, burimi yt nuk janë shokët e tu, apo shoqet e tua. Nuk janë të afërmit. Kush është? Është Jezu Krishti. Shko pi ujë të freskët tek burimi, mos pi në për to rezervuaret. Çdo njeri është një rezervuar që merr nga burimi ose një autobot. Mos pi në autobot. Shko pi te burimi, te Jezusi. Në librin e Eksodit, ne shohim se Jezusi është shfaqur në shumë mënyra. Ai u shfaq në kaçuben që digjet. Dhe ai tha, unë jam. Ai u shfaq në kolonën e rresë dhe të zjarrit. Dhe këtu ai thotë që ai është udhëheqësi, ai është zjarri që konsumon çdo ligësi. Ai është shkëmbi i shpëtimit që qëndron në mes të popullit të tij, ai qëndron përpara, qëndron mbrapa dhe rreth e qark nesh. Dhe ti e ke të sigurt mbrojtjen. Ai ndërhyn përfitoren ton në çfarë do lloj situate që ne ndodhemi. Ai ndau detin e kuq më dysh. Ai është rrugëhapësi, ai është shpëtimtari që krijoi rrugë atje ku nuk kishte rrugë. Ai na dha manën nga qielli. Ai është buka e jetës. Dhe ai është shkëmbi që nxori ujë. Ai është burimi i jetës. Eksodi na tregon se Krishti ishte aktiv që në fillim, se dhe gjithë historia e shpëtimit tonë na drejton ku? Tek Krishti. Ne tham javën e parë, profetët, Mojsiu me radhë e ndronin ta shikonin dhe ata e pa. Po e pa në provizione. Nuk e prekën. Ne kemi privilegjin ta prekim prezencën e Zotit. Ne kemi privilegjin që Zoti të jetojë brenda nesh. Në Dhjetën e Vjetër thuhet që her pas here fryma e Zotit vinte mbi ta. Kurse në Dhjetën e Re, përgjithmonë fryma e shenjtë është në ne. Çfarë tha Jezusi tek Gjoni 16? Unë do të iki, por do të vi dikush dhe ai do jetë për jetë me ju. Nuk është profeci për ndonjë njeri që ka quajtur vetë profet. Sepse kockat e tyre janë në përvendet e tyre. Por është profeci për frymën e shenjtë. Prandaj sot ti duhet të gëzohesh se Zoti është shfaqur dhe ai është në jetën tonë. Amen. Le të shohim dhe të lutemi. Le të shpallim pas meje. Zot Jezus, unë të falenderoj që ti je shfaqur për gjatë gjithë vjatës së vjetër. Por gjithashtu ti erdhe të jetosh në mesin ton. Unë të falenderoj që fryma e shenjtë është në mua, është mbi mua, para meje, prapa meje, majtas meje, djathtas meje dhe rreth e qark meje. Dhe në emër të Jezusit, unë kam fitoren. Unë jam i çliruar, jam i bekuar dhe jam i gëzuar. Gëzimi i Zotit është forca ime. Në emër të Zotit Jezu Krisht. Amen. Haleluja.